Pas 25 vitesh mungese, një nga baletet më të dashura të repertorit shqiptar rikthehet në skenë. Në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, drama, pasioni dhe sakrifica marrin jetë përmes produksionit të ri të baletit Lola. Lola është një histori dashurie që përballet me krenarinë e një zemre që përplaset mes ndjenjës dhe detyrës, mes dhimbjes personale dhe thirrjes për liri. Ngjarjet zhvillohen në një fshat malor të Katalonjës, në sfondin e luftës së popullit spanjoll kundër pushtimit francez. Festa e Korres ndërpritet nga hija e armikut, ndërsa dashuria mes Pablos dhe Lolës vihet në një provë edhe më të vështirë. Rol ky që do të interpretohet nga prima balerina Adela Muçollari. Është vërtet një histori shumë dinamike, e cila përmban luftën, përmban intrigat, përmban atë emocionin e dashurisë së bukur dhe së paqshme, por sigurisht që gjithmonë dashuritë e bukura nuk përfundojnë asnjëherë në atë emocionet e triumfit në këtë shfaqje, por përfundon në tragjedi. Të kërcesh Lolën pas shumë viteve, për mua si prima balerinë është një eksperiencë dhe një përvojë jashtëzakonshme, duke parë që kjo vepër është interpretuar nga solistët tanë shqiptar ndër vite. Ndërsa Isida Mollaimeri, e cila vjen në petkun e personazhit të Consuelës, sjell në skenë një tjetër dimension emocional. Është një vepër me karakter, është një vepër me një muzikë shumë bukur, është një vepër me një histori, me një mesazh shumë bukur. Unë zbuloja para tradhtin dhe temi të personazhit kryesor, edhe në fund fare unë edhe duke vdekur, domethënë jap një ulërim shumë të madhe për të lajmëruar të gjithë Pablon, Lolën, që armiku po vjen. Kjo histori vjen simbolikisht në muajin e gruas për të vendosur në qendër forcën, sakrificën dhe kurajën femërore, dhe do të keni mundësi ta ndiqni për 3 net me radhë nga data 6 deri më 8 mars.